Mirë se erdhët edhe në një epizod tjetër të Kosova Gjao Podcast. Sot e kam një mysafir shumë të veçantë dhe po e nisim vitin me energji shumë të mirë, pasi që mysafirit tim sot nuk i duhet shumë edhe më na bo me qesh, madje ka një herë edhe me gjat, por sot nuk e kemi këtu veç për aspektin e tij si aktor, por e kemi për t'tregu një histori të suksesit, e cila nuk ka qenë gjithmonë e drejtë, i ka pasur të kthesat e veta, por megjithatë e ka bërë një transformim në mënyrën se si njerëzit punojnë, në mënyrën se si njerëzit shkëputën në fakt nga puna dhe kthehen me një energji shumë të madhe. Është ky Lulzim Buqolli, aktor në teatr, në seriale të ndryshme, por edhe udhëheq si theta interaktiv. Lul, na të kemi si mik të shtëpisë, po mirë se erdhe edhe këtu në podcast. Po si hina unë vetë mora kafe, unë i vashlir, pas një transformu pak zyrën. Unë sërtë vinë Kosova Gjao Bina si në shpitem, për në me. Nështë vetë ju njerës ma krejën e qatë në tjesi, nëse na kena bashkëpunu që so, edhe kuptohet në ari unin është njeri fantastik. E kumë pas që i ndihmon krejve, e sheni dikon që ka vlerë, edhe e supporton shumë, e qënë njerës për para, edhe nuk vjen rastisht, se kuptohet kultura e një biznesi shumë dikohet prej naltë. Faleminderit. Edhe na cilësojmë kështu si antar të stafit tonë, edhe sot podcasti ke nashta mysafiri më i lehtë me pritë dhe me aranzhu gjithçka. Luli, unë ju kom njohur më shumë nëpërmjet aktiviteteve të theta interaktiv, po shumica unë e di që të njohin më shumë si aktor. Tregon pak për fillet kur ka nisur me ti në zemër aktrimi. Po unë mirë që këmë studio aktrim, se ato tjera s'dija kësha mujtë mi shute në fund, se më konë shumë temperament, vazhdoj me qenë, kuptot njëti nivel, më gjithë më ka interesu njeri, me kuptu njerin që shmendon njeri pse vepron në mënyrë caktume edhe si fëmi. Ja ka njës ketë për do kuklav që ne ka pru migja në aso kohë, në dhejtat, edhe që ato kuklav mas ne kena kriju na lojna teatrën e kuklav në shpi, e në ishëm një perden që është dhomës ashtu, edhe motra laznit edhe se cile kishëm ka një kukull dhe bëjshëm rolin, në bëjshë regji, edhe që aty ja ka njës një varloj dashnije, ka njerë veç me pak sen mund me ndiku të njëri, po jëm ndiku prej familjes migja, e di që ka lezu shumë stripa, stripa comic books, edhe une ja vjedh shatinza, ka një herë në ona bëj kjesë bërë milion me lezu se këtu e më për të rritun, ka shumë dhumë. Po në ona ka qenë edukatoreja jam e parë, kuptohet, si të krejt, veç në ona e me mirë. Edhe unë në atë lagjën ku këmë jetu... Ju jeni prej? Unë kam linë Prishtinë, mas në moshën 5, që ashtu diçka 6 vjeqare, më shku në Kamenic, edhe kemi jetu atje të rinë, mas në fakultet kam marrë prapë në Prishtinë. Po më ka përcjellë që ajo si nevoj e kreativitetit. Në lagjën tem ku këmë kriju situata që janë loj, a mo gjdo loj që e kemi bo në aso ku, ne këmë transformu, e këmë bo ndryshe. Edhe nëse kena lujt në aso ku konë kena lujt kile, unë e këmë bo kile me top, mas ne së më kam jaftu, këmë kile me top me symshel, kile me top me symshel në ndërrasa, ta ne këmë shtu, të isa edhin, ja këmë rëzikur në i kujt jetën aty pak për i fmive, por nëso kur nësi nga thy, se fleksibil. Po kështu që i nga knaqë, edhe gjithë mund ka unë ardhë fmit e lagjës, në thonë, lëtë që apo bujnë asad. Një farë mirë këmë kriju një farë atmosfere që është interesante, me imaginatën e zhvillume si fmi, shumë atë zhvillume se tash për mdukët. Të shkujmë nga ka pak shtu të cungu. Qështu ja ka njësë kjo karriere jam dashnia për krijem, dashnia për aktrim, edhe me kriju situata imaginare. Pak si im kohëm shumë obsesionu me filma vizatimor, edhe filma, është, për supozoj kjo prirje, mundet, sigur të vjen prej genetike, për mduke shkoj ka dojt, ona artistike, dojt shumë funny, shumë kreativ, edhe baba jam dedikum, ata e qojnë të në fond, zdinë munalë, të më thonë e kom një farloj bindjet babës, e kreativitetin këne i ka nana, e qaj kombinim për mdo këtë ju dalë, se të ke fundit në ena gjys babë, gjys nanë, mas nej fillon që ashtu, mas nej ti mund është me u zhvillu në gjithë shka. Dhe mandej në aktrim, që shë gjithë vetën, a ke aktrimi që shë ke mendu ti, une e kom përcjell kulturën dhe me qenë aktor me ndaj që është këgja fështirë këtu në Kosovë, nuk është që shë shojnë, ashtë ajo andra Po tash, une e kom ditë që kom studio aktrimin shumë herët,
se më ka tërheq ajo dhe më kanë thonë tjerë të bëne, edhe në shkollë të mesme class clown, zakonisht humoristi i klasës. Po unë më konë gjithashtu i dhonë pas mësimit më kanë interesu do lanë caktume edhe psikologjia. Dhe kur e marrë në Prishtinë, një ditën kur kom pas me u regjistru, dhe shëm regjistru edhe aktrimin, po edhe psikologji një jetën kohë. Po vendosa veç aktrimin që më ujtë me shku në sigurt, mësë me pas si kështu backup plan, shkova drejt në aktrim. Po unë e paralelisht, kër e kom fillu me studiu aktrimin, unë e kam qenë edhe si trajner. Edhe ajo karrierë më ka përcjellë të në kohën. Edhe gjysën e jetës unë e kom pas aktrim, gjysën trajnime. Ja kom nisë shumë herët në trajnime, si pjesëmarrës në POEQ e tjera, 2000, njerë mas uftës. Tani në 2003 kom fillu si trajner, edhe si shajri shumë, më me qujtë vetën ashta si letësu, si procesit mësimor, edhe nuk e di që akum bo çfarë trajneri më kanë atëherë, e di më thojnë mirë, kreative e tjera, shpresojmë përmisu për atëherit. Po dhe aktrimin paralelisht, në shfaqe, në teatr, edhe ju lidhë të dy bota, se si trajner dhe si aktor të vynë që të aftësit, e buta aftësit njerëzore, aftësit humane, ashtë ta mu imi qujtë, edhe mu kam përshtatë shumë mirë. E më ndë keni qeni kohë dhe jashtë vendit për studime në Amerikë, që keni mësu atje, që ka keni marë prej atje? Po më doke në ma shumë këmë su qatë ma halën tem, që është më u gjinë në situatat ndryshme se sa mas në Amerikë. Po më kam qenë në Hawaii rastisht, më kam thirë në telefon. Edhe unë kum apliku në disa vene si trajner, edhe më thirë në telefon, një njësë në me full, bo më habet ma ta në gjuhën angleze, më ndesha që po më thirë për një kamp, dikun në Istog, as diku ka qenë një kamp, edhe folë shashlirë, po, ane, edhe tash edhe një trajnim, po më thirë me moj trajnime 2006. Në fund, ma boni aj intervistuesi në telefon, tha, can you fly? Thash, what do you mean? Tha, po, tha, you're afraid of flights? Është, jo, në studna nga fluturimi, po pse fluturim? Tha, po, tha, se mirë atëherë po më doke që je i përgjedhur për me ardhë në Hawaii. Unë më thonë Hawaii, pishim në qa u bo, më ka kujtu që ku më apliku në Hawaii. Tha, atëherë aplikojsha gjithë ka, edhe ja nisa me këty najrë. Ja në ola dyqysh se dja këm pos qëfar telefoni konë, Nokia. Farë fantastik. Po jetë totalisht transformim për përmenjarë shumë më duket asë në Shqipni, su po ta ka në të gjatëherë, drejtë në Hawaii. Për jërë parë në aeroplan. Pan, ja ato shumë gjatë. Masë atje kumë punu si trajner, leadership trainer, ama atje kemi pas ma shumë si sfida grupore. Kanë ardhë pjesë marsit, njerës shkollave, njerës bankave, të rritun, fëmi, familje. Edhe kemi pas ashtu ka një avë ditë përvoj në ato shpit tona drunit, pram plazhës, me sfida drunit, me sfida i kena pas Group Challenge 1 and 2, sfida grupore 1 dhe 2, to një në konë për toke që në konë. I kena dhonë një sfida dhe kena dhonë grupit zgjedhe tash këtë problem, ata e kanë mënu me zgjedhe, mas ne kena dhonë, qëfar sfida keni has, qysh ke bashkëmunimi, qysh për komunikoni me njëri tjetrin, ama konë learn by doing, shumë veprim. Edhe qashtu një 2 vjet atje, dikur në disa nivele u avansova, u bona si trajneri trajnerve, edhe mas 2 vjetë aty ku marrë përvoj shumë se aty punoj shumë ekstrem. Ata Amerikanët ishin madzisa Gjerman, ka 4 motor në ditje pa në leq, edhe po ka qenë vendi Hawaii, fantastik, shumë zheg, e tani u ktheva në Kosovë. E u habita u ktheva në Kosovë, kom vazhdu me moj trajnime, po kom punu një kohë dhe Neulex, rasisht përkthys, rroga e madhe u mashtrova, po kom punu gjithë ka unë si edukator, si trajner. Po dhe edukimi jam tjetër ka qenë New York University, që kjo ka qenë zhvillimi jam kështu pak ma kulminant, që kom kry masterin si learning artist, apo teaching artist, ku një farmyre i kthej lonë, mësimore i kthej në proces kreativ, atraktiv, që është lidhet me njerin, se më besoj që mësimi nuk bëhet në formë klasike, nuk po funksionon, vëmendjen e kena shumë të shkurt, për më ule me dëgju dikon këto në ditën 8 orë të ligjeru, ato këto në i pytje, kështë që përbojmë interaktiv. Në fund, kërësisht. Këmë bo do pytje, po unë e kom qëllimi ku më të shu ty. Ka njerë procesi mësimor është shumë ma njerëzor, që atë s'paku që atë proces që shumë e udheqi me trajnerat e mi, e shumë që është energjia që shumë njerës që kanë ata nevojë, dhe na përshtatemi në bastë nevojës njerëzore, se për ndryshe hupin vëmendjen ta shhin telefona dhe u kry. E kështu që në New York 2 vjet, përveç përvojës jetësore aty që kom pas me procese zhvillimore dhe kom punu edhe si trajner në burgje për këta problem, për këta burgosnit, këta trit,
pak ma problematik që janë, juvenile youth, po edhe kum punu në si organizatat ndryshme atje. E që e përvoj New York më ka zhvillu kështu ekstra, e këni farë mirë, kum pas shumë përvoj si trajner, ja gati 15 vjetë, mas një kërëm shku New York, kum su edhe aspektin teorik, edhe më isha me bo lidhjen. E më ka orë shumë mirë që i kum studiu masterin në shumë me vones, një 33 vjetë, zakonisht njerëz të kryjnë bachelorin me njerë master. Po nuk është vonë, veç të na në Kosovë është ajo... Po flasë në mënyrën klasike që e bojnë njerëz, me njerë 1 vjet 2, me njerë master, po masteri me kry mas 10 vjetë e përvoj punë, është tjetër sen. Kisha referenca unë e tjetës personale, qa kum gabu, qa kum ujtë me bo ma mirë, edhe ka funksionu shumë mirë, edhe edhe në Kosovë tani rap-tap, hajde po kryoj diçka qa me bo, s'tu e po nevojen e biznese dhe organizatave që kishin sfida me zhvillimin e kulturës punënësve, kulturës kompanisë, tani filloj thejta ashtu, dal nga dal, copa. Teta erdhi mas pandemis edhe për me pru një qasë e këtë ma ndryshe, që shken ajo iniciativa për me marrë thetan edhe i kalimi prej një artisti në një biznismen. Halja kom sfida une, adin, halja s'kom e do që po bon kur të rritëm, po jam të u zhvillu si biznismen, kuptohet, kum pas e do znese ma herët, kum bo casting për reklama, mas nej kum pas edhe produksion, edhe producent për filma, dhe mon kum me një fjallë kum organizu shqiptar, që është bëllë sfid në vete, edhe procese tjera, kum u dhejsh edhe podcast e gjona, kum pas një biznes produksionit ashtu, po mas një e pas që trajnimet janë që aty ku mu flen organizmi, ku njëna ma konfident, edhe janë njësi theta në pandemi. Na shku një pandemia pak, si që edhe keni krejtur vetë. Janë njësu me po të rëndësishme, sa është rëndësishme shëndeti mendore dhe sa është rëndësishme socializimi, njerës me zveti, na jena shqiptar, kena nevoj me dalë me pi kafe, ka 3-4 herë nditje me njerës, për ndryshe me njerë na ka panika, do depresioni e ndryshme. Po kuptohet, na jena qenje sociale, s'muna me najtë pa njën e tjetërën, po na në Balkan, sidomos, jena ekstra sociale. Atje mund nashta dikun shtetet veriore pak ma natë se Balkani. Po, ata janë mak ma të ftoft, na shumë ma dashtën, për shamu nëse nuk i merë shqiptari 7-8 përqafime në ditë, më njëherë bjen depresion. Po, ajo është edhe me shkencë, 7 përqafime në ditë, minimum. Kështu që, ardhëm na me thetën edhe i shtum do përqafime këto trajnime tona, edhe i shtum do metoda pak ma interesante, edhe i hekëm tavelinat. Sa një kryesor tavelinat me hek, se në farë mënyrë njerës tani nuk ishin bariera. Shef, s'ka mo bariera. U hekëm bariera fizike, e bënëm rrethin, e hekëm projektorin, se kur vike projektorin trajnime, u duke me nalë dritën. Projektori. Kur vjen drita, vjen energjia, njerës janë isin pak me flajt. Plus trajnire atë të ligjeru, si këshyrë, ta forëtësy e këshyra nena. Ka një heri këshyrë participant, vendëm e ka një mirë, hej, koncentrane, telefonin. E poshtë që kjo formë s'po funksionon, e kum po dhe ma heret, e njerës u knashin mas shumët, edhe mësëshin mas shumët kur dalshin pauzat kafes. 15 minuta në kafe, të pi kafe, të full me njën tjetërën për problemet e punës e kësisane. Mu do kisë që ajo është pjesa ma e mirë e trajnimit, që ato 15 minutë që në mëngjes edhe mas dite, mu do këshin shumë ma produktive, se na doj shumë e një pej përvoja njerëzve, njerëz banën përvoj në Kosovë. Parëm që sa vjetë mas luftës, ka njerëz eksperta, s'ka nevoj me pru trajnerin këtu pej New Yorkut, me na trajnu, për shdo punë shumë specifike, po për punë që na veç i dim që i kena përvoj, na mu na veç me shkëmby përvoja. Një orin e kena këtu, tash veç të me marë për njëni tjetrit. E që aja keni metodologi që isha tu e zhvillu me thetën, me trajnerat e thetës, edhe kena pas si regull në trajnimet tona, trajnerë mësë me folë, ma shumë se një 3-4 minuta gjatë të trajnimit. Shtë me bo pytje. Me nëzit. Edhe milion me zveti. Ata me zveti folin, kryon grupe, gjithë shka del aty. Apo dhe në ka tash sfidat e veta kjo interaksione se njerës që mësu, po veç fillimin i kryojmë një farë atmosfere që është e sigurt, e rehatshme, edhe hajde pi folin për gjonat që na mundojnë për një me. Jo që trajneri ka menu në shpe, edhe ta shpja thot juve, po që ka jenë problemet, tash me metodologjit ndryshme, forma ndryshme, aktivitetet ndryshme, po nëzjerën sanet. Do të me folë për problemet tona. Një liber Good to Great është shumë liber i mirë. Një ka 2 sene kryesore që kanë kalu bizneset prej biznesit të mirë në super të mirë. Si me ndan që munden me kalu? Po, që kanë po pe hulumtimit, janë 2 sene kryesore, është besimi, stërbesimi.
në një gjë kena me mri. Na si biznes kena me mri qëllimin ton. Ama me qenë besimi i smut krejt. Kena me besojmë. Qysh e mrin atë besim, tash zakonisht ndikohen për kulturës që e krijan. Besimi i plot që kena me mri edhe me diskutu problemet. Kur gjë mos me lanë në tepe. Me qenë të hapun. Komplet hapun. Do biznesën, pas urimtimet e kanë bërë shumë, kanë agresiv njëri me tjetrin, po ti kështu, ja kështu, kanë ndodhur kështu, do i kanë shumë ma qetë, po që ato biznese që kanë katapultu, janë ato që i kanë pas të dyja, do të mi thonë. E na një kohë pa të më zhvillu një program, që ujtu në Pink Elephant, vënojshëm një tepi në dhomë, edhe ishtishëm stafin me shkru gjanat, që na mundojnë, ishtishëm në tepi, mas ne i ledzejshëm. Amo do të më thonë këtë gjanat, për ndryshe s'mujna me ecë për para. Edhe akumulonë edhe mandej shpërthejnë momentet kur nuk duhet. Këtë probleme tani dalin tani thejta. E pashën në bazë të Blenda mi dërgoja disa feedback që i keni pas nga kompanit ndryshme, cilët kanë raportu që është ullja jo ndjenja raskapitjes, e lodhjes në punë, cilat janë kanë që ato metodat përveç asaj me tepihin që njerëzit me u liru për krejt asaj që ka i karakterizojnë çdo ditë në punë. Por me anë theta zakonisht vetëm një sen, po më doket pak shumë sene ma ndryshe, po ja kujtoj njerëzit që e keni edhe trupin. Se na veç me mendje jena, shumicën e konës jena në kry. Jetoj mas shumë t'i brenda trunit tonë. Tash na kuptohet, i sfidojmë edhe unë i doj sikur në 3 nivele, i kom theta i ka 15 trajnera, edhe na nivelet ndryshme, niveli 1, 2, 3. Niveli 1 unë e quaj ata trajnera që krijojnë atmosferën e sigurt. Lujlojna kreative, qohë njerëz fizike, aktivitete që eshin shumë, knaqen, njën sigurt, edhe tash janë të gatshëm me u thellu. Po u thellohen në aspektin kognitiv. Tash kena me bo pyetje sfiduse. Vjen trajnerat, grupi tjetër i trajnera, që në grupi 2, që ta sfidojnë me pyetje ndryshme, qesin sfida ndryshme dhe na ta shina diskutime thella, jo kështu po ashtu, i qesim situata ndryshme, bile dhe lëvizjen me trup, pajtosh, nuk pajtosh, ki mendime kështu, kena aktivitete që në nivelit kognitiv, mas nej e treta, nivelit i tret, ma i thelli, shkojmë ka shpirti pak, shkojmë të shpirti, të zemra, të mërqenja vetanake. Edhe njerëz që aty kalojnë do proceset të rehabilitimit, njerëz kanë shumë sene që ju kanë akumulu, stresin punë, stresin shpe, stresin jetë, problemet, gjanat e pathona, sidomos, ka një herë menaxherat e vështirë nuk i lojnë ata më shprej, po ka një herë ata vetë kanë probleme, nashta nuk kanë aftësi, s'din çu shmi zgjedh. Pasiguria. Problemet ndryshme, edhe ato mas ne zakonisht fillojnë kur nuk jenë sinkron mendja, zemra edhe trupi. Edhe që aty zakonisht vim psikologët, vim meditatorët, jogistat, edhe him pak ma ka shpirti. Dhe mon qëto 3 nivele. Edhe varet tash për nevojat të kompani, zakonisht fillojmë na me senet leta. Shkojmë team building, dhe na ju thejta vishë. Që mundi rahat. Mundi rahat, njerë safe. Mas ne shkojnë ato propozu programi që në ma thella, e këto ma thella jenë tani mas ne ma afat gjate. Lull, mbas këtyne trajnime dhe vazhdueshme që keni bo, çka mendon që është problemi kryesor që kanë ndërveprimet e njerëzve në punë sot? Kena shumë sfida, diçka që mu i me gjithë që është në paralele. Që ka qenë ma theksueshmja ndërsa? Unë e që tash, s'paku interesi jam, fokusi jam është të stilet e udhëheqjes, menaxherat, udhëheqësit. Kultura vendoset prej pronarit. Fillon prej nalt edhe vazhd mas ne e sheti knej të punëtorët e frontit, që miren me klienta, që miren me shërbime, që tu trajtoj punonjësit tu si kur klient, sepse ata do t'i trajtojnë mandej klientët tu shumë mirë. Edhe gjithmonë fillon prej nalt, neve shpesh në atirën tona përpunon me punëtorët e mi se kena sfida, që është rregull, unë filloj prej poshtë. Po, dëshira e më është, thate, po fillojmë prej nalt. Po ka njerë me fillu prej nalt dhamen, se do të mi qitë vërtetat. Edhe ka njerë, të në kohën, shumë shpesh, njerës dojnë me indëgju të vërtetat, se egos lejon, sfidat kryesore, jo veç në Kosovë, po gjithë ka janë të lidertë. Të menaxhimi. Menaxhimi, se ata nuk dojnë me u ballafaqu me problemet e veta, i kanë një metodë cila po funksionon, po kena profit, po kena këto, edhe që ke po funksionon, mos e prish. Është
një prej aftësive kryesore është rezilienca, me qeni përshtatshëm, me qenë komod me ndryshimin. Pajtona. Është problem me qenë komod me ndryshimin, po sa ma komod që mundesh. Se senet me ndryshu, tash gjonat po vinë, AI po ka ardhë, edhe senet po ndryshojnë. Normaliteti është i mërzitshëm. Po, normal. Është llogu i sporing. Po edhe gjeneratët kanë ndryshu. Tash Gjenzia ka ardhë, edhe menaxherat po me metodat e vjetra nuk po funksionojnë me këta, sa ai thotë qysh, jo, po mje keq, e lën punën. Edhe format e vjetra nuk funksionojnë, kështu që natë me qenë përshtatshëm, me qenë të ushtrum për me u adaptu. E një vetëm sen që kisha punu me liderat e sotëm, me mbledh menaxherat është resilience, me u përshtat me ndryshimet. Po jo me punu me u përshtat me ndryshimet, veç me dalë me folë për ndryshimet. Po ç'a bëjmë në trajnime? Për qasjen ndaj ndryshimeve. Po, unë ju jap një detyrë menaxherave zakonisht, grupe ndryshme, dhe ata lidhen emocionalisht me në sen. Krijojnë diçka, ose një copë skenë teatrale, ose ndërtojnë një farsani fizik, ose diçka, po ata lidhen, një hapin emnin, lidhen mas një thëmë, unë vjen shumë keq, po kom harru mi thonë që kjo tash ndryshon, grupi juve keni me kriju këto, jo ato, ja ndroj, komplet ja ngrehu te pijun, fup, edhe ata nalen edhe i shon fytyr, edhe që aty unë e shoh, cili e përballon ndryshimin ma let. Do frustrohen, do thonë nuk kanë rregull, çështo do bëhen pak më agresiv, thonë nuk kanë rregull, shka nave sa e bën, ama ne kënej do thonë keshin, do as edhe ne e shohim që aty cili pe liderëve menaxherëve janë të gatshëm, po kanë nevojë për ekstra. Edhe më vjen shumë keq edhe jam ndryshoj prap. Tani ata nisin mishnu, tani unë prap jam ndryshoj. Ata frustrohen krejt, mas ne them, okay, mirë, u kry. Edhe ka që nuk është detyra na me ndërtu diçka. Detyra është çushpe përballojmë që ndryshim dhe çka kena psu emocionalisht edhe pse. Mas ne ulëm rreth. Unë kam qenë me gjun sfida, me kthyn rreth dhe me diskutu. Mas ne ata folin, thonë valla po unë jam frustruar, kum pas shitsen. Këtë që na vjen neve si lider, këtë në të rastet si menaxher, është me vedisu, qysh unë reagoj ndaj situatave ndryshme. Me pranu gabimin, me pranu kur jemi gabim qasën tonë, gabim me ndryshu. Shumë e vështirë. Tu mundu çdo ditë me ndryshu diçka, bëjmë ndryshim atë madh. Po ka njerë shohim ndryshimin si për një herë edhe si nisim hiç. Po, e kështu mirë je. Po, të ndryshimet tën graduale, të vogla, po kom qef me qit unë e thëmë në këtë kryme, po, bum vetën edhe me vetë reflektu. Shkom nevoj me dalë me thonë, ti ki nevoj kështu, a e shë vetën në lojë, në formë, në aktivitet. Edhe ka potencial mas ne me ndryshu. Arti gjithë na jep që ato mesazhe tërthora zgjedhen në akfjell, që kur lexojmë libra, që kur e shohim një shfaqje. Një autor ka thënë, librat që bota i konsideron turpshëm janë librat që botës ja shfaqin turpin e vet. Edhe e njëjta është edhe me lojën që ju e bëni. Luljo kohën e fundit e krijuat edhe një stand-up komedi shumë të suksesshëm këtu në Kosovë. Edhe kemi pas nderin me qenë edhe për krahas mik i humorit tuaj. Kur lexova historinë e daljes tënde në skenë në një moment goxha cikletshëm, ka qenë këtë ndryshme për kësaj që ke herën e kalume. Am tregon pak edhe për ato sfidat e tua të daljes parë në skenë, edhe sa është vështirë me shti njerëzit me qesh. Nëse dën këtë punë edhe një është mirë kështu njerëz me kesh, gjinësh. Edhe është pak e lindun, mas ne zhvillohet. Po në qatë postimin që kum bo, u konë që sfida që kum pas, si aktor është pak ma e letë, se ti ki kolegun edhe aktorin njëni me tjetërin. Nëzirë njëni tjetërin? Nëzirëmi. Pak drita, pak skena. Po, a më kërë jenë stand-up, ti ki me dalë, pam, edhe kanë me kesh, nëse nuk keshen ke dështu, është shumë direkte, edhe mu për që ta më pëlqenë, së është një prej sfidave matë majat komedis, po nuk i shkon qa që e fështirë sa e kum bo në vetës në kry. Shumicën e sfidave ja bojna ma e madhe është në kokën tonë. Shumë ma e leti shkon. Kemi dalë me kalzu të regimet që ty doken fani që të ka ndodhë ty. Zakonisht janë reale, jo me dalë me kalzu vica, me kalzu problemet tua. Edhe pak në stand-up komedi, të me kom pak një ekspozum dhe i problemeve tua, me qenë ma i hapun, se sa njerës të zakonshëm, se njerës të zakonshëm nuk i kalzojnë para publiku të tonë problemet që i kanë. Të im shefin do sene, kur ti të regon që ato, njerëzit njën pjesë. është një farë katarë se ato që lironë, po edhe une, edhe ndi një farë, edhe une i kom që ato dhe është një farë loj ndjeni që kryot aty, edhe nëse e banë fane, kjeshin njerës. Kjo festivali për me u konë sfit në fillim, se ape bojma jo, edhe po e kom mëne krone djatë blinda hoda, ajo është kete trend.
pe boj më u kry bam, ajo është ekzekutiv, ajo i gra. E unë analizoj, thëmë, me nëja ajo i gra, edhe veç më ka thirë në ditë, alur për bojmë stand-upin në kry. Cap, edhe shkëshja nisi i organizoj senat, pam. Vëtë shtash kena me boj një... Ti veç ki me ardhë. Po, ti jetë aty, stand-uper edhe shuj. Tash për bujna një të vogël zyre, një kësi mini, po ushtroj material me këshyrë qapo në dhejz, për kështu kur dalim s'kin të madhe, për bujna 4-50 vetë, aty, bujna një mini, edhe organizu më një herë. Edhe këm rejtë e lidert e mirë, kur ti me ndonë që një ide është e mirë, edhe kur e ekzekuton, do të me sa ma e shkurt ma mirë. Se me ndonë ma gjatë. Zbon shumë me stër analizu, se mas nej nuk e bën kur. E ka njerë me i gra pak ma shpejt, me nën sa ki me nevoj edhe u kry, edhe tash ki me ekzekutu. S'ka me lingër se saret mësohen masit i bën. Cilat janë gabimet nështë që i bojnë njerëzit mas shumë ti kur dalin, s'keni me që keni edhe shumë trajnime për të folurit në publik, profesionist shumë të mirë, po që e kanë sfid mi komuniku mendimet e tyne. Po frika është kryesorja, na ke dina me fol. Kur t'jena me shëshni me njerës që i beson, që i e shlirë, që ti interesant, fol ma shlirë, po frika që po gjyku është për i publikut, edhe është reale, se ti gjyku është për i ty, ne kime dalë me u gjyku. Qatë frikë, në vend se për shamull me qujtë frikë, vetëm i transformim që mundet me bo njeri, me mujtë me nru fjallën me frikë, edhe me qujtë, më ka kapë entuziazmi. Vend frikës, se trunit kërë thu kom frikë, po tutna, ti për me jetu e kriju një ndjenë negative është tuta. E vend që me thonë, po tutna, thuj, kuku, jom shumë entuziast, jom dyshysh, jom dhejës, jom entuziast. Edhe në transformohet trunin tënë që ti je entuziast, edhe po del me fulle. Po qëfar të fjallë e termi tjetër që është pozitiv, që të vyjnë ty veç me transformu. Edhe që ajo është kogja një fillim i mirë kur del në skenë. Mas ne ka teknika, e qysh mënyra intonacione, e qysh flet. Po i kom po njerë që me dy sesione, me një sesion, ju në transformu edhe kanë ardhë mas nejtë e onë, më thonë, lullo, kuku, osë qa kësha je, ko që shumë shlirua, im knaqë. Se kërkush nuk në mëson shumë e dalë me full skin. S'ka, në aktrim, veç aktorët e mësojnë, artista që dalin skin, muzicient, ata të mësojnë qysh me këndu, po është prezentim skenik, po është shumë e rrallë kjo simsim, nuk kena shkolla për të rritun. Na qatë punë për bujna, thejta, jena shkollë për të rritun, me aktivitete që t'inglojnë duken pak si të fëmijëve, po janë thella. Na kretë jemi fëmijë. Jena. A ka shumë të interesum që dojnë mi thy këto barierat e daljes në skenë, se unë kom po edhe mësus edhe profesor shumë të mirë, po që nuk din me transmetu mirë qatë mësimin tek trinjt. Sa do të me ndryshu në edhe mënyrën që e përqoj mesazhin edhe mënyrën e mësimit. Një mënyrë që është shumë urgjente që tash edhe për Ministrinë e Arsimit është me shti teatrin shkollat mesme. Urgjent. Po flas teatrin shkollat mesme edhe me qenë me pas trajnime për aktorët. Ka shumë aktorë që kanë kry fakultetin e arteve edhe nuk janë të angazhuar kërkaq, ta mund me u bë mësuesa të gjeneratave të ardhshme, edhe kur e ki aktrimin si landë obligative, që e ki muzikën, artin figurativ, aty mund me transformu shumë fëmijë. Se me dalë me folë para njerëzve, kejt kena me folë. Ti nuk i me dalë vish me folë para 100 veta, ti ki me folë edhe për ditëlindjen tane, ki me dalë me folë në kafesh, ki me dalë me folë me njerëz, komunikimi me njerëz është shumë i rëndësishëm. E teatri është një formë shumë e mirë për me ushtiru, kur flet para publiku, me dalë para njerëzve me folë. Që kjo mungon, urgjente është që kjo. Mas ne aty mund është me mësu shumë herët që mos me prit sa ti bën 40 vjetë je pronari kompanisë, dhe tash kime dalë me prezentu për vitin e ri të arriturat e sukseset, edhe dridhet goja, edhe ata thojnë qa ka kë, ati je profesionist, fantastik në biznes, po kur del aty, ata thojnë katastrofë, qa po bon shefi që shytër të kazoni. S'ka ka javë me krypu. Ku qa ka shi. Që mirë është me janisë, se kur së është vonë trajnimet, po ka t'interesum, shkogja shumë. Lull, po flasim vazhdimisht edhe për këto aftësit e buta, edhe sidomos janë trajnimet, mundonim i përfshi edhe të sot në kohën e AI-it, po janë ma të rëndësishme se kur. Cilat aftësi mendon që janë sot ma të rëndësishme që duhet me i pas se cili punajnës? Adaptimi. Për mena më herët, që tash e vetëmja që po mbjen men, që tash se ka shumë aftësi që duhet me i pas parasysh, komunikimin është, kreativiteti. Po adaptimi situatë edhe komunikimi me njerës tjerë. Efektiv. Po dhe qysh kime a transmitu ti një sen, për me bind dikon, me dëgju ditet e tua dhe me marr ata njerës me veti, me dit me komuniku,
me njerëz, këto aftësitë njerëzore, përgjithësi, po unë e peshoj që me AI është adaptimi është kryesor se duhet më u përshtat. Unë na punoj me shumë njerëz që kanë punuar me të njëjtën kompani që 10-15 vjet. Edhe shumë vështirë me transformu grupet që janë që një kohë gjatë se e mrin një farë komforti, një farë rahatie dhe e kuptoj atë sen edhe unë kam pjesë ku nina rahatës e kam pak ma vështirë me ndryshu. Po e di kur ju më rahatu shumë, më thamë, okej, tash duhet me zhvillu. Po kjo këtë varet çfarë mindseti ki, a ki mindsetin që po don me zhvillu apo don me stagnu dhe s'po du me gjyku njerëz që duhen me mbetsh aty. Po nëse i ki njerëz në biznes që janë kanë stagnu dhe s'doin me zhvillu, edhe kompania ka me mbetsh aty. Është me qetë i gatshëm me u adaptu. Qysh mundën shefa, ndonjëherë ka njerëz që punojnë 20 vjet në kompani, edhe janë shumë të adaptuar, po në anën tjetër janë edhe të lidhur emocionalisht. Qysh mundën shefat me zgju pak që ta prej zonës tratis. Pa i lëndu në anën tjetër. Që në trajnime përbojmë që atë sen me lojnë me aktivitete, ama duhet hapi si kafe sheqer. Zbën me shku njerës. Në fillim vetë këmë bo gabime si fillestar në theta, gjujsha për plasësha ide stafit, për mu ishin të realizush. Me ata, ju doke si kur space që, bilem e pa ta bon në ufkën që e lulli me ide të tia jashtë toksore. Edhe dikur e nala vetën se e gjujsha shumë ide dhe janis në stafit mu djeg. Ata kishin entuziasm, stili jemi u dheqës është ma shumë nashta në aspektin transformational, që ka anët pozitive e negative, po duhet me dhonë ndryshimet e vogla, nashta me prezentu një ndryshim shumë të vogël në fillim, edhe me po që shpe përballojnë, kur të bjen me një ide, si të ceo, thu po du me transformu kompaninë me bo që të sen, nuk mund është më qu këtë për me njerë. Po një senet vogla ka dole, ja prezenton një ide të vogël, një sen në biznes që mund me ndryshu. Shumë e vogël, ata bojnë, këto në fillim edhe në vështirë, edhe inkurajon, po duhet menaxherat me u pregadit, ata që e transmetojnë lojmë, nësë është kompani korporate dhe ka nivellet ndryshme, CEO flet me menaxherat. Edhe menaxherat sidomos duhet me qenë që ata që janë që adaptohen. Nëse ata adaptohen, mas në edhe stafi adaptohen. Po duhet me qenë pregaditur. Në një kohë i kena pregadit do trajnime që ishin me mendu jashtë kutis, edhe kombinojsha psikolog, njeri kreativ, do më piktur, edhe ka qenë një djallë edhe një kësi jogiste për meditim. Se u dëfke për me një mudi kujtë me u transformu është me shkund emocionalisht, me ahjek sigurin, unë e njëna sigur që të ka rikë që du se po du me nejtë. Tash më thonë që, veç më thonë që dalim, hajde unë e tipi ndrojmë shtash venët. Të sa e shtirë na vjen, komplet në ndronë mua beti, thëmë që ka bëhat. Për më 10 vjetë që të ka rikë. Edhe sa e shtirë është. Edhe vjen shefit se o thotë që në rëni ka rikat. Ka dalë. Kështu që ka i vynë të stafin të fillim, i thu veç në rëni pak. Ka, jenë ma që shto. Hajde pak ma që këne. Ka dalë, edhe atyne që ndikujnë të stafi, edhe thu në rëni pak. So shko gentle, ka dalë, edhe tu po, mas ne eshe transformimin, po duhet me afillu. Urgentët me afillu transformimin. Më pëlqen shumë kjo e keni pas edhe një pikpamje shumë të mirë kur e dorëzojnë pozitën dal nga dal, që shumë bëj çaj dorëzimi sa më i lehtë. Po, e kam pas prej vetës, unë e shoh problemet te vetja, definitivisht unë kam jam të punu me vetën work in progress sa dush. Që të me posë të cille. Po, dhe kur është... nuk jemi produkt i krym. Jo, mos fare. Ja, ta më ta si të krymë më qavë, ta nuk e mri nalt, e lidhë ma ato nalt. Edhe e poshën e vetën dhe isha, okej, kur është kohën me dorëzu disa përgjithësi. Edhe e kom gjetë një foto të amen që ulla me një karrik shumë të vogël. Kur është karrika shumë e vogël për ty, kur so ka të nëzën mua. Kur që i bjen ti ke stagnu, nuk jetu e jetë të nalt, por një farë mjëli, përveç që ti si jetu ngritë si person, ti nuk jetu i lanë në mundësi dhe tjerve me ardhë në pozitën tane, me ngritë. Edhe komplet procesi ka stagnu. Qoftë hierarkik, në varë çfarë hierarki e ki në kompani, po ka stagnu. Edhe shumë e vështirë për njerëz me dale, pra po shteratia, me lshu diçka, me dorëzu, se edhe në njerëzimi gjithmonë kena mësu dikënë, këna hajta shvilloti, unë po quna, po është e vështirë me u dorëzu, se është me dorëzu, për dikënë me dorëzu pozitën është si vdekje. është po vdesur. Këtë identitetin e lidhen me atë pozitë, e nuk është mirë. Edhe është vështirë për lider, edhe ata ka dole me u transformu një farë është si pensionim. Me dorëzu është ta vete milion tjertë. është mirë më largu për skenës ku ka ala duar trokitje. Pikrish kjo është më e mirë. mira. Mos me prit kur shuan ato. Lulje pash që i kushtoni shumë rëndësi e përmendet edhe Blenden, Arionin. Sa është e rëndësishme për kraja e miqve në rrugtimin tonë?
kesh të thonë fjallën kruciale. Dhe ka nisë nga ka prish gjua. Pa përkrasit s'ka shans. Nuk mujna më zhvillu vetë, më u tranu, unë e kom provu, në provu vetë. Edhe mu më ka ndimu, unë e kom pas biznes partner Besnik Lekën. Besnik më pas shok shumë ngusht, edhe ai më ka përkra për gjatë të njëtës. Unë e Besnik Leka, e kom pas Erina Arlati, ajo ka në sharp, zgjidk. Ajo marrë ka numrat, Besniku ka shpirti, ka mojt njerës. Unë jam ka më obses me ide. Mas një ata kanë vazhdu, kanë bo punë tjera, po mas një ka orë Blenda Huda, ajo është shpat. Edhe e ka plëcu një aspekt temin që mungan. Si lider, na kena shumë shumë e thonë blind spots, nuk e shohim një pjesë tona, edhe nëse i shohim, po prapë dim që aty kena mangësi dhe na vjen dikush më na përkrah, kështu që kur ka ardhur Blenda, i na dol tjetër nivel. Se ka qenë shumë e shpejt në vendimarrje edhe vazhdon me qenë. Shumë agjile. E shes situatën, vepron edhe u kry edhe është na i thona shpat. Edhe mas një tash na ka ardhur edhe kështu në staf, na jena staf i vogël 5 vete, na një dizajner jashtëm 4 kështu kur, na ka ardhur edhe Elsa, ajo është super organizume, kur gjithë haran. Edhe Roni më në fund, Roni është trajneri jonë, Roni e dojnë krejt klientat, krejt njerë që rrinë me të është njerë me energjinë ma pozitivit që kom taku najherë. Dje provoj edhe me bo stand-up, e bani me të parën, njerë i lindu në talent. Edhe na ka ardhë zyre, e ka përmisu energjinë, unë e kësha qelë një pozit në kompanit njerëzve, me thonë, ose 50% të rrugës me adhon për energjizus, e bjen energjinë e mirë. Se na kur t'i hapëm pozita dhe shkrujmë qa kime kry detyra. Po që kjo ndjenja që ta bjen një njerë në zyre, është njeri që është fani, që e gjallë venën e mon pozitiv, kur në mungon aj, ne e vrejmë qka po mungon. Aj njeri ka edhe s'ka nevoj me kry detyra heq, aj veç detyrën kryesore ka ardhë më në nërishë atmosferën. Edhe une ato me mujtë i kësha onë rënd t'i veç energjizu zemrem, aj krynë shumë punë, shumë i gjallë, po energjinë që e bjen, kejtë veç për që ato e kësha paku, t'i veç për që punë e ki. Bring us positive energy, edhe aj e bën trajnime që ato, janë njerëz obsesionum mas tina, fantastik. Është mirë edhe shefat me shti aneks kontrat, me lërsu ma shumë njerëzit që mojnë energjin pozitive. Shumë është qelsa, ja. S'ka nevoj për thejtën heq, kur e kini që asi njerë, ta monë energjin. Okej, ka nevoj për thejtën, mos të gutme, se dhëtë me punu, ka shumë punë thejla që i bojmë na. Nështë ta thejta me i trajnu që ata njerëzit që me mojtë energjin e mirë më punë. Une e vrejsh që ata njerëz që janë shumë energji, kur vinë thejta ata lullzojnë edhe e shoh që nimojnë edhe trajnera, aty me mojtë qatë energji. Edhe janë fantastike edhe nimojnë edhe grupit. Po unë thejta u kryum bas nevojave që i kanë ofru bizneset. Që tu po ka nevoj, edhe i kom kriju trajnera. Ju që shpesh e kom dëgju që shumë njerëz thonë që nuk është mirë me i përzi miqësitë me partneritet në biznes ose në punë, që shësheti këtë aspekt, sepse disa miqësi edhe nuk kanë përfundu mirë, është ndryshe në shoqëni, është ndryshe, apo ti është shema ndryshe? Varë çfarë miqësi ki, të nëse i ki asi shok që gjithmonë e keni diçka për të thënë, por nuk e thoni, atër që asi miqësie, s'ka që atë vynë as miqësia, se ti i ki sene që kemi thonë, po s'un pja thu, se po t'vjen rënë, nuk është miqësia, është si gjys miqësia. Të është të cili e ka metodën e vetë që funksionon, do njerëz dojnë me u distancu, po pe natyrës të am, unë e di që ato 2 sene të rëndësishme që i përmena duhet mi thonë këtë që i kena, edhe me besu të rinë fond. Tani marrëdhëniet na qysh i vendosëm qysh po është organike ajo, dhe zhvillohet, me dikon pak ma jafret, me dikon pak ma asi, e përshtatësh, si njët reale, se e ki kolegë ti tash dush mu përshtat, po jo, pa pas. Për mu pa pas një copë miqësia, të qysh na po dojna me këriju diçka shumë madhështore të madhe, por na nuk jena veç kolegë. Pa pas konsiderat heq për njëri tjetër. A mëron që pyetja e fundit edhe po përfundoj, a mëron që humori na ndihmon me kriju raporte më të mira, unë besoj shumë tek kjo që humori lidh njerëzit më shumë. Po. Qysh jo. Si mos të kesh kur të kesh, ti njesh i sigurt. Se është e kundërt e Afrikës. Edhe ajo super ndihmon me uni sigurt. Po me uni sigurt gjithashtu të ndihmon kur e din që dikush ta thot vërtetën. S'po më shef kur gjë. Që hajde Prishtina ashtu dyja. E humori edhe e vërteta. Ka shumë tjera, për shtu dyja të i mojna.
si të rëndësishme. Faleminderit Luli shumë, shpresoj që humori dhe vërteta kanë më na shoqëruar në 2026. E na menzi po presim ju pas edhe në Power to i gjarë, ka me qenë një ngjarje shumë e madhe që kemi me qenë bashkë edhe këtë vit si nga fillimi. Jam shumë entuziast. Power to i gjarë me dalë skin, edhe me udhëheq një punëtori aty me sa e di, me do trajnera, di jena tu menu, e kështu jena tu menu diçka kreative, po me që po flasim për të vërtetën, unë se do kënaqa edhe faleminderit për ftesën. Më gëzofshi.